Kur flas për korin separantum nuk flas në asnjë formë për Memlik Elmendin. Kur flas për korin separantum, flas për një brez të ri dhe flas për një kulturë të ndërtuar bashkarisht, kuptimit të promovimit dhe zhvillimit diplomacisë kulturore në arenën ndërkombëtare. Përballë paragjykimeve ai zgjodhi të heshtë dhe të flasë përmes punës, duke ndërtuar një korr që sot njihet dhe vlerësohet gjërësisht. Ne si popull funksionojmë këtë formë, fatkeqësisht, nuk e duam njëri tjetrin. Ne si popull shumë vështirë kemi me pranu suksesin e njëri tjetrit. Është më e çuditshme, po flasim për njerëz edhe të cilët nuk i takojnë profesionit të njëjtë, kur xhelozojnë një profesion tjetër. Sikur unë ta xhelozoj një gazetar që merret me punën e tij. Mendoj që kjo është diçka shumë e gabueshme dhe diçka që vazhdimisht na tërheq dhe na çon mbrapa si shoqëri. Po mundohem që këtë energji mos më pasu të gjeneratat e reja. Ndonse unë ballafaqohem sot në një ligjërat me studentë kisha mënyra se si unë funksionoj. Është një box, një kuti ku vendosi shumë pika, edhe destinacioni është për me mbrinë një pikë caktuar. Edhe ato pika tregojnë sfidat, idiotizmin, krenarinë e teprume, shantazhet, bllokadet e ndryshme edhe pengesat që shfaqen qoftë financiare apo të rrethonave të tjera për me arrit një destinacion caktuar. Kur flas për korin separantum nuk flas në asnjë formë për Memlik Elmendin. Kur flas për korin separantum, flas për një brez të ri dhe flas për një kulturë të ndërtuar bashkarisht. Kur flas për korin separantum, nëse kori separantum nesër shuhet për shkak të Memlik Elmendit, është dështimi më i madh të cilin unë kam mujt m'ia dhon një shoqërie. Nëse kori separantum rrugton, pa mua mendoj është suksesi më i mirë të cilin unë e kam arritur si Memlik. Për korin flet gjithmonë me emocione të veçanta, sepse përveç atij të rriturve, ai ka krijuar edhe korin e fëmijëve, një investim për të ardhmen e muzikës. Sot i kemi realisht 54 anëtar të korit të rriturve, që janë anëtar prej moshës 18 vjeçare deri në moshën 74 vjeçare. Janë njerëz të cilët studentë, nxënës, njerëz që kanë kryer muzikën, fatkeqësisht punojnë në profesione të tjera sot, kanë profesion tjetër. Njerëz të cilët kanë përfunduar muzikën dhe janë pjesë e muzikës, njerëz të cilët nuk e studiojnë muzikën, po dikur kanë qenë kontribues edhe pikërisht separantum do ta quaj si një lidhshmëri të periudhave të mëhershme historike, sepse njëri prej tyre që është anëtar i korit separantum, njëkohësisht është edhe kryetari i bordit, është Burim Kasapolli, i cili pikërisht ka qenë në korin e parë në Kosovë, Collegium Cantorum, kori famoz në atë kohë. Edhe mendoj që kjo është ajo më e bukur ku ka diverzitet edhe të moshave brenda korit, mirë po e bukura tjetër është që përpas korit të rriturve që kemi prej moshës 18 e tutje, kemi edhe korin e fëmijëve separantum kids, me të cilët ne kemi realizuar seri koncertesh dhe kemi realizuar mbi gjitha disa video projekte. Doja të thoja që 2 vite më parë me përkrajen e ambasadës zvicerane ne kemi realizuar edhe albumin e parë të korit të fëmijëve ku përmban në 16 këngë. Aktualisht i kemi rreth 30 fëmijë. Mendoj që puna më e bukur, më delikate dhe më e duhur është puna me fëmijë. E kur flas për korin e fëmijëve, flas me një emocion të veçantë, edhe jam shumë i lumtur që i kemi pjesë të familjes. E aq më bukur tash prej korit të fëmijëve, se me fëmijë ata çdo ditë rriten. Edhe natyrisht mendoj që kemi krijuar një motiv shtesë të tam. Edhe ajo që doja të thoja, sot në korin e rriturve i kemi 6 anëtar që kanë ardhur nga kori i fëmijëve separantum kids.